Më marrin telefon dhe më thonë që vajza jote po I bie sallonit qark. E ma do ketë hedhë ndonjë hap, çu duket. I ram citofonit që të lajmëronim që po vinim edhe sa u hap dera ashensorit, unë shoh kaltrën ke dera e apartamentit që na shikon dhe fillon të eci me ca hapa të vegjël të shpejt në drejtimin ton. Dhe unë s'po I besoj asyve sepse bëri një trajektore relativisht të gjatë. Pra për një fëmijë që s'ishte ngritur fare, pastaj ishte tamam e vërtet që po I binte sallonit qark, ishte një moment shumë I bukur. Po Joni, ka qenë në syrin tënd apo jo? Ndihem në faj, nuk e kujtoj. Jo. Nuk e kujtoj. Fare, nuk e Jo, kujton. Nuk e kujtoj. Nuk e kujtoj. Pas kush nuk e kujton që ta kujtoj ty? Po duhet kisha pyetur sot. Sot jam me shoqen time, në fakt, në mam. Do thoni pse se ftuar ndër të parat, por jo, e lash pikërisht pas disa kohësh, sigurisht unë ja di historinë, ka shumë për treguar për dy fëmijët e saj, Joni edhe Kaltra. E thash Joni edhe pse është I dyti dhe Kaltra, sepse kanë lidhje Joni Kaltër, dua ta nis që nga emri. Marcela, jam shumë e lumtur që të kam në mamë sot. Edhe unë jam shumë e kënaqur që jam këtu. Edhe më pëlqen kjo bota roz kështu. Unë gjithmonë e kisha imagjinuar veten vetëm mam gocash. Ashtu, ë? Po ç'ne? Nuk Pse e e ke di. menduar të? Nuk e di, edhe një gjë që e ka menduar më njëherë kur mora vesh që do bëja vajzë, është që dhe e thash me zë që unë tani e di kur do ndaloj se bëri fëmijë, se nuk do të ndaloj derisa të bëja një vajzë. Do të thënë e kishe siguruar vajzën, tani Pastaj sido të që ndodhte t'ishte, që të çuna ndodhte. goc nuk ishte më Nuk ishte më rëndësi. Edhe dua tani s'ka emri në fakt. Pse zgjodhe Jon dhe Kaltra? Kaltra dhe Jon, se Kaltra është goca e parë. Unë e para doja emra shqiptar. E kisha shumë të rëndësishme këto, mbase sepse vetë kisha këtë emrin Marcela. Po. Këtë emrin italian që ka qenë në modë në vitet 40. Dhe nisur nga kjo doja dy emra që personifikojnë diçka. Unë jam Jon erdhi më pastaj si rrjedhim, po emrin Kaltra kam dëgjuar për herë të parë në vitin 2000. Okay. Shumë herët. Kaltra ka lindur në 2007. Dhe kisha këtë emër në listë dhe thosha që isha e hapur për propozime emrash, por me sa duket askush nuk e hodhi poshtë emrin Kaltra. Isha partizane për emrat të rëndësishëm, emrat të mëdhej, siç janë emrat që mbartin edhe histori apo personazhe romanesh, pavarësisht fatit që ato mund të kenë patur, po doja emra të mëdhej, më pëlqente emri Ema, më pëlqenin emra të rëndësishëm dhe kisha vetëm një kusht që më shkurtoheshin. Shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Se për shumë vajza jote mua më thot Çela. Po. Sepse nuk e thot dot e Ka më gjatë. kollaj. Dhe gjithmonë kam dashur emra që edhe të lidheshin, të bënin një farë simfonie me mbiemrin. Po. Por e kisha parim që të ishin emra shqiptar dhe të mos shkurtoheshin. Dhe Jon pastaj erdhi si pasojë e Kaltrës apo jo? Jo në Të fakt. kombinoj. Jo në fakt. Pasi e vendosa që rastësi. do ta quaja Jon, e kuptova që ishte si një thirrje, përsa Po nuk e ka Joni, e ka Jon, nuk e ka në trajtin e shquar, e ka Jon. Okej, e ka Jon. Joni erdhi si rrjedhim, por gjithmonë më ka pëlqyer emri Jon në fakt. Pastaj kombinimi ishte shumë I bukur kur unë thosha Joni Kaltër, ai tatuazhi I famshëm që unë kam një jetë që mendoj që do ta bëj dhe ende s'po Nuk e e bëj. bën. Po e ka në mend një tatuazh. Por Kaltra, atëherë vjeri im është si Boqelli. Okej. Ishte si Boqelli. Dhe se tani nuk jeton më. Dhe unë shpresoja shumë që duke qenë që asnjë nga djemtë e tij nuk I kishte sy të Boqelli, unë shpresoja që mos mbase njëri nga fëmijët Ndodh shpesh që mund ta besat trashëgonte ngjyrën po. e syve, por nuk ndodhi. Edhe unë shpresoj shumë që Kaltra të thoshte për shumë, kur të prezantoj thoshte unë jam Kaltra me sy të kaltër. Dhe E shpresove shumë ato muajt e shpresova. parë se ti të gjithë bebat e kanë sy të Boqell në fillim. Ke Joni ishte një çik më e dukshme, akoma sot ka një trekëndsh gri në beben e tij. Pra pati një tentativ për një Boqelli, por me gjithë dëshirën tonë, nuk I trashëgoi asnjëri nga fëmijët. Edhe po thosha që Jon blu, sy blu, Kaltra, sy të kaltër, por nuk I patën, por unë uroj Që si që shkon në karakterin e tyre si emër, e lidhti karakterin e Po. tyre, ke bërë zgjedhjen e dur për Po, ta. mendoj që po. Madje kur unë kam udhëtuar
me Jonin relativisht herët për shkak të impenjive të punës, tek vajtëm të bënim pasaportën, unë duhet të rrijem çik më gjatë aty tek ato zyrat, pasi Joni nuk zgjohej për çështjen e fotos. Edhe një bebe 40 ditë që me atë kokën e varur edhe sytë e mbyllur gjithkohë, përpiqesha ta zgjoja dhe ndërkohë që unë prisja ndonjë gati 25 minuta atje tek ajo zyrë dhe hyn 3 janë. Vërtet. dhe mandi më tha, dëgjoj se sa s'ja ke bërë ende pasaportën, je e sigurt akoma që do të të quhesh mbash Jon emrin sepse është emër shumë popullor. I thash, nëse e sigurt çdo njeri e mbart me personalitetin e vet, kështu që nuk ndikojnë fare nga fakti që është emër shumë komun. Ardhi shpejt Kaltra në shtëpinë tuaj, pra si ka qenë për ty? Gjithë eksperienca pas martesa, ka qenë le të themi programuar e gjithë gjëja? Unë jam natyrë shumë e organizuar. Dhe në fakt më ka ecur me këto organizimet, po jo çdo gjë është gjithmonë në dorën tonë. Unë kam filluar të bashkëjetoj mbas 3-4 vitesh që ishim së bashku me Mandin. Kur bëm 5 vite bashk, u fejuam zyrtarisht, pasi bashkëjetesa. Dhe pastaj 2 vjet pas fejesës në 2005 unë kisha vendosur që do martohesha. Gjithmonë thosha që do martohem në 2005 se më duke një çik si larg. Do të që trokiti fluturuan ato vite. Dhe ti nuk kupton të paktën në kohën kur unë jam martuar, është e natyrshme që pas martesës ti vendos të martohesh, sepse kur ti je në një bashkëjetesë vendos të martohesh, që ti bësh gjërat siç duhet. Dhe pastaj të presësh një bebe, dhe ne ashtu shpresuam në fakt, që në muaj të mjaltit shpresonim. Kaltra erdhi relativisht vonë, para Kaltrës patëm një shtatzani që nuk shkoi mirë. Si ka qenë ai moment, Marcel? Si e kujton ti si moment? Sepse është kur ndodh për herë të parë, ti je gjithmonë ai është një moment që lëshenj. Dhe derisa unë mendoj që është bebi pasardhës ai që të shëron nga ai moment. Deri kur Kaltra nuk ishte, ti e përjetoje të duke sikur kishte diçka që nuk shkonte, sikur ti ishe gjithkohës mes gjërave të mira, çdo gjë të kishte shkuar siç ti doje, edhe të duke sikur ishte një formë ndëshkimi, diçka, të gjitha të shkojnë në mend. Është moment i vështirë, i trisht. Burrat e kuptojnë më pak. Por çfarë mendove në atë moment? E para ke një refuzim, momentin që e merr vesh që shtatzania nuk është më. Po. Ti ke një refuzim, thua, nuk ka mundësi, edhe absolutisht vërpon të kërkosh një opinion dytë, me gjithë besimin që unë i kisha mjeku tim, me cilin kam lindur të 2 fëmijët, kërkova një opinion të dytë. Edhe kur shkova të bëja ekografin tjetër dhe më tha, kjo barë është kaq e prisur sa që unë nuk po kuptoj nëse ti je me barë. Edhe ishte shumë, ishte moment i keq. Moment shumë i keq. Por kur ti hyn lexon dhe kupton pastaj, kupton se sa të shpeshta janë këto raste. Dhe me sa kollaj mjekët e thonë fjalën miset. Okej, mungon kjo shtatzani, do vi një tjetër, mos u shqetëso. Edhe kur lexo statistikat pastaj se sa të shpeshta janë, thuaj që është diçka që ndodh shpesh, herën tjetër do jetë më mirë. A mendon që njerëzit flasin gjithmonë për humbjet e tyre, sidomos ai për shtatzanive, atëherë kur ty të ndodh, kur e shohin që ty të ndodh, ti sa kam pasur dhe unë, kam pasur edhe unë një rast, kam pasur dhe unë një rast. Më pas kur ti e diskuton, fillimisht me disë shoqesh është tabu, askush nuk ta zëmëgojësh, derisa vjen bebi tjetër është një gjë që është një argument që nuk preket. Domethënë të duket sikur të lënë ashtu në lëndimin tënd, edhe është një argument që s'duhet ta preki askush. Kanë kaluar vite, është moment i vështirë, por për çfarë nuk hapen, mendon ti? Për çfarë kanë problemin, mendojnë që ti do i gjykosh? Ndodh kështu? Jo, mendojnë se ka diçka që nuk shkon këto. E kupton, është ajo ndjesia e fajit, sepse bebi rritet brenda teje dhe kur ndodh në trupin tënd, duket sikur ti je përgjegjëse për këtë gjë. Pavarësisht se nuk bëhet fjalë për përgjegjësi, po janë ca ndjesi që janë më të forta se ty. Ti racionalisht e di që nuk është një gjë që është në dorën tënde, ti ke bërë çfarë ke mundur,
kur ti ke qenë korrekt me regjimin, me ushqimin, me jetën që bën, nuk e abuzuar etj si këto dhe të vjen një gjë e tillë, prap ti thua ku gabova unë, çfarë gabimi kam bërë, mos duhet ta kisha bërë kështu, mos duhet ta kisha bërë ashtu. Janë një mijë pyetje që të vijnë. Ka natyra që e përballojnë më kollaj, kthej faqe më shpejt, ka natyra që i analizojnë një çik më shumë gjërat edhe rëndin veten. Unë shpresoj që kujdo që ti ndodhi të shohë që ka një opsion, ka ditë nesër, ka mundësi të tjera, dielli lind përsëri. Pastaj sot ka shumë mundësira që vajzat ndihmohen. Në kohën time ishin më të pakta. Dhe kur erdhi Kaltra pastaj? Kaltra ka ardhur, është shumë e bukur. Është shumë i bukur momenti si ka ardhur Kaltra. Këtë janë tamam punë të Zotit Orinda. Nuk mendoj që ka mjek që nuk beson në Zot. Edhe unë ashtu them. Pavarësisht se sa të studiuar e të lexuar janë. Janë ca kombinime ndonjëherë që për Kaltrën duhet për të tentuar sërish pas miset, duhet të prisnim 3 deri në 6 muaj tha mjeku. Sigurisht unë me fiksimet e mia thash, okay, 6 muaj rrumbullak. Këto 6 muaj përkonin me shtatorin. Unë 22 shtator kisha ditëlindjen, bëra një festë dhe në momentin që fryva tortën, thash Zot më jep një bebe. Dhe 2 javë më pas unë zbulova që isha shtatzak. Dhe mendoj që Kaltra është ngjizur tamam atnat. Dhe gjithmonë them mrekullit ekzistojnë. Dhe si kanë qenë ato muaj me Kaltra, kanë qenë të qetë, të bukur, ke pasur frikë ndërkohë? Ndodhte, kisha shumë frikë, nuk e thash askujt, ndryshe nga hera parë që mblodha gjithë miqtë të shokët edhe gëzonim. Edhe u thash të gjithëve se ishte një gëzim shumë i madh që doja ta ndaja, pastaj u bëra hermetike, thash jo, nuk e përballoj dot që edhe të afërmit e mi ti lëndoj. Kështu që më mirë po pres ato provat finale, të dëgjoj Rajen, të kalojnë ato 3 muaj që thon plakat se nuk thon kot thash. Kështu që fillova u bëra dhe unë si një plekushe vogël, të kisha kujdes në këto gjëra, por ajo që ndodhi me shtatzanin me Kaltrën dhe pastaj që do pasonte me Jonin, ishte që unë në javën e 6-7 e merja vesh dhe kujtohesha shumë herë në ditë që isha shtatzan për shkak të vjellave. Kam patur shtatzani shumë vështirë me të vjella. Ke Kaltra ishte më e vështirë akoma sepse ishte hera parë dhe ti nuk di çfarë bën, pastaj ke Joni u bëra eksperte. Por ishte shumë e vështirë dhe kur shkoja ke mjeku dhe i thosha lutem jep diçka për këto të vjellat se nuk mundem. Kthesha në një kufom që ecja. Peshoja humbja peshë ndjeshëm, pastaj filloja merja një çik. Ai më thoshte, shumë mirë, atje në bide kokën, shumë mirë, kështu të paktën kemi provën që shtatzania shkon mirë. Edhe thosha, okay, nëse një ditë kisha 3 herë gjatë ditës të vjella dhe jo më shumë, thosha, mos ka një gjë që nuk shkon mirë. Por ishte shumë e vështirë se ti nuk bën më një jetë normale. Kur shkoja në sallon dhe prisja nuset, ishte shumë e zakontë atëherë që të kisha shumë nuse shtatzan, se tani kanë ndryshuar trendi, vin pasi e kanë bërë baby. Po aso kohë vinin në muajt e parë. Edhe ishia kështu që ishin normal, provonin fustane që s'kishin asnjë lloj problematike, me asnjë lloj arome, me asnjë lloj parfumi, thosha ua lum si këto. Pastaj derisa u dorëzova dhe fillova të rija në shtëpi, sepse nuk mund të bëja një aktivitet normal gjatë ditës, ishte. Pra e ke kaluar pjesën më shtazzanis në shtëpi? Po, bideja, lavamani dhe shtrati ishin shokët e mi të ngushtë. Më të ngushtë. Çka ke ngrënë gjatë shtazzanis? Unë mendohesha mirë para se të haja, sepse mendoja se si do ta nxirrja. Mund të them që jam bërë eksperte në ushqimet e buta. Sepse haja shumë përshesh me kos, gjëra të buta, gjëra bukë të thekur me djath, në një tost. Nuk e di, po trupi ka rezerva dhe ja del shumë mirë të bëj pastaj fëmijë të shëndetshëm, edhe bullafish siç e bëja unë, pavarësisht peshës që unë humbisja. Por kanë qenë të vështira, por do të që i harron pastaj. I harron. Sepse kur je dhe thua që unë kështu, jo më bekoj Zoti me një vajzë, jam okay, nuk bëj fëmijë tjetër, e kam të vështirë në krye të 2 vjetëve. Vjen lajme për Jonën pastaj. Edhe i planifikuar besoj ishte. Joni nuk ka qenë i planifikuar. Si e pritet ti atë lajm? Unë kam qenë me idenë si një njerëz që i planifikon të gjitha, thosha që jo, unë duhet ta kem të gjithë vëmendjen për Kaltrën. Kur Kaltra të shkojë në klasë të parë, atëherë unë do filloj të mendoj për një bebe tjetër. Harroj një detaj që e kisha burrin një 10 vjet më të madhe dhe nuk kishte shumë kohë dispozicion. I cili thoshe, po mirë, çfarë do presun të rritem? Dhe në fakt
Kunata ime lindi bebe, dhe unë isha në maternitet dhe pasha të beben, Kaltra do të ta merrte me vete në shtëpi, tha hajde ta marrim në shtëpi se kështu mendoj që ishte, shkojnë në maternitet që një bebe dhe mund ta merrje. U krijuaj një situatë shumë komike dhe kur pasha të beben ashtu të sapo lindur pata nostalgji. Edhe mendova se në një rast nuk ndodh gjë. Ethet e bebes quhen këto. Dhe në fakt ndodhin dhe ty ato ethet e bebes. Kaltra që na kish munduar pak, Joni ishte gati aty duke pritur. Ai duke pritur. Dhe Kaltra kishte ditëlindjen, bënte 2 vjeç, dhe ne bëm një fest për 2 vjetorin e saj. Dhe unë kisha vetëm 3 ditë që kisha marrë vesh ishte shtatzan me Jonin. Edhe kishim të gjithë miq të afërmit aty dhe thash faleminderit shumë për gjitha dhuratat që i keni sjell Kaltrës, po dhuratat më të bukura kanë bërë vetë, do ta bëj me motor ose me vlla. Mami filloi qante se nuk e mendonte se i dinte planet e mia që kjo gjë do të ndodhte larg. Edhe kur pa që kisha një shtatzani tjetër aq herët, filloi të gëzonte se thoshte kështu ka shanse të bëhen 3. Po pse ndale Marçel? Se ndale. Mendoj se pikërisht prej shtatzanive të vështira, nuk e përballoje dot. Dhe një të tretë me Jonin pastaj ishin shtatzanit shumë afër. Un Kaltrën e kam mbajtur në gjë shumë gjatë, edhe Joni gjithashtu. Në muaj të 7 të shtatzanisë me Jonin pastaj u shtua dhe anemia. Si duke trupi dha, jep sinjalet e veta pastaj. Edhe mendoj që për këtë. Dhe si kanë qenë ato ditët e para me Kaltrën? Si kujton? Të kanë qenë. Me Kaltrën çuditërisht e kam shumë të fortë kujtesën se sa çka ndodhur me Jonin. Ashtu. Se janë dy pastaj dhe fillojnë të ngatrohen me njëri tjetrin. Po, por mbase për faktin se Kaltra, domethënë ishte fëmia e parë dhe aty është ndryshimi, aty ti ndron status, aty ti ke nuk ke më vetëm rykën dhe pykën, thoshte gjyshejve. Domethënë ti të rreq derën del nga shtëpia ke rykën dhe pykën, pastaj e ke kokën mbrapa. Ndryshon statusi. Me Kaltrën kam qenë shumë e papërgatitur, në kuptimin si pul pa kokë. Po. Çfarë më thoshin bëja, dorëzohesha, i provoja të gjitha, vetëm që ajo të flinte e qetë, vetëm ajo mos qante. Për shembull, disa gjëra që mund të kenë qenë të çuditshme nga kripa që mos kanë bërë këto. Nga kripa që mos e kishin marrë në sysh. Që hidhje në sobë, po. Vjera ime, ti edhe një çik krip vajzës. Po kërcet kripa të gjitha aty që nuk kam lënë gjë pa provuar. Deri në vezën në kurriz në shtëpinë. Vezën? Po. Ka kputur mish vajza, prandaj qanti vëm këtë vezën në kurriz. Një vezë, vajzës ju skuq kurrizi, o zoti i madh, shpina më ju bë me puçura të vogla. Sot Kaltra është alergjike nga veza, në fakt, e thot gjithmonë nga që më ka hedhur nëna në kurriz vezën kur isha bebe. Kam eksperimentuar shumë gjëra me Kaltrën, domethënë dorëzohet. Nëse më thoshin do bër kjo, okay, thosha. Në kohën time ka pas dhe më pak informacion. Mbaj mend që kam pas një libër të fotokopjuar si të rrisësh një fëmijë, kishte dhënë një shoqë ime që ishte libër revolucionar, të themi, në mënyrën se si përshkruheshin gjërat. Ishte sapo po dëgjoj që kur fëmia bën temperaturë të lartë, ti s'duhet t'i japësh gjë, duhet t'i bësh dush, duhet të përpiqesh t'ia ulësh. Naturalisht, po. Të gjitha këto dëgjoheshin alarmante për brezin tjetër. Edhe por nuk isha rebele, që të thosha që siç janë ca nëna që janë të prera dhe thonë, "Jo, bindesha", dëgjoja dhe thosha, "Prit se mos ka kjo di më shumë drejt, po. Edhe kam qenë isha kështu, kurse me Jonin pastaj ja mora dorën, isha më praktike. Okej. Edhe e kujtoj si më të kollajt. Plus Joni ishte fëmijë që flinte çik më gjatë se Kaltra gjatë ditës. Kaltra ka qenë fëmijë që nuk e bënte 1 orë e 10 minuta rresht. Gjumën? Natën ishte e qetë, po gjatë ditës jo qante shumë. Sidomos pas diteve, Kaltra ka lindur në qershor. Edhe kur vinte pasditja, unë me zi prisja të dilën çik me karrocë se gjithë ditën brenda. Ke dalë shpejt kur linde Kaltra? Po, që ditën e tretë. Kisha shumë dëshirë të dilja në rrugë të gëzoja, ti tregoja gjithë botës shifni çka kam unë, sikur vetëm unë isha bërë nën. Por Kaltra qante shumë pasditeve. Në orarin kur binte dielli që ti kishe dëshirë të dilje të bëje një shëtitje, ajo qante i fillonin kolikat edhe ishte e kot. Kujtoj një rast që unë me këmbguljen time nga zona rrugës Elbasanit ku mbanoja për në Shallvare ke zyret, thash po shkojmë t'i bëjmë surprizë babit që është ende në zyrë.
kujtoj që kam bërë 3 ndalesa, një ke një park që quhej Mamadhia, një ke Hotel Dajti dhe një tjetër ke Tajvani, nxirja cicën, jepja gjë që çoja pak. Edhe vazhdoje. Një rrugë që ti e bën normalisht për 7-8 minuta, pastaj hoqa dorë, thash, kjo i kam mbasditë këto, unë duhet ja respektoj oraret edhe ashtu bëra, fillova të dëgjoja atë mos merrem me vendimeve. Dhe sa kohë deri ashtu? Do thosha që verën ashtu e kemi kaluar. Ashtu e keni kaluar. Derisa u rit le të themi pak muaj më. Mbas muajit të dytë, diku në muajin e tretë, po 40 ditë e parë kujtoj një çik të kujtoj mandin që shkoj ke ajo doktoresha e konsultorit dhe i tha, do vish pak, i tha, të lutem, sepse qan vajza, kush vajz qan, i tha, të dyja vajzat e mia qajnë, i tha, e madhja fillon e vogla, pastaj qan e madhja nuk di çfarë të bëj. Qajnë të dyja. A ke pasur ndim ti, Marcel? Po, unë kam patur ndim. Kam patur ndim, për fat. Ajo situata e pagjumësisë i bie gjithmonë nënës në shpinë, pavarësisht, unë duke qenë që ishte edhe me gji, por kam patur ndim, pra psikologjikisht isha e qetë, sepse ishte gjithmonë dikush të më ndihmonte. Sa që kur ka lindur Kaltra, pastaj unë kam kushërira që jetojnë larg, edhe thosha si ja bëjnë me një bebe vetëm, nëse ti nuk je mirë, nuk ke një njerëz që të gjendesh në Shqipëri, ke mamin, ke vjerën, ke edhe një komshi, edhe një shoqe ku çdo të gjendet nëse ti ke nevojë. Kurse ato që bëjnë këtë gjë që jetojnë jashtë larg, që janë vetëm, ndihen jo mirë, mund të jenë të sëmura, pa qefa të ditë, burrat janë në punë, ato vetëm me një foshnjë. Nuk e di si ja dalin, për mua janë heroina. Kështu që ke marrë kohën tënde për të qetësuar nëse të duhej ajo si kohë. Po, nëse do ta doja po kujtoj që isha gjithkohës aktive, isha gjithkohës aty, pavarësisht se kisha ndim, isha aty. E ushqeja me gjie, e shija si të vetëm në formë për ta qetësuar. Ajo nuk pranonte as biberon falco. Sa që kur e thash pediatrit, thash që ka më zgjuar se ty, që nuk e ka pranuar biberonin falco. Pra nuk e ke përdorur këto me Kaltrën fare, domethënë as pompën e xhirit në këtë rast s'të dashur as një moment. Kam qenë gjithkohë shumë e lidhur me të, ajo pinte çdo 2 orë dhe shumë e çuditshme. Kur shkoja në punë për të mbaruar në një gjë të shkurtër, filloja ndjeja që më përcillte qumshi, më pickonin gjin dhe ishte fiks momenti kur ajo kërkonte të pinte dhe mua mbinte telefonin dhe thoshte mami eja se nuk po duron më. Pra ti nuk ruaje asnjë gjë për të. Nuk të ndodhte që isha gjithkohës me të. Kaltra ka patur qumshin bazë ushqimore. E kuptoj. Gjithë në ato 22 muaj që. Po. Sa që kur filloja ai momenti që duhet të merrte ushqim shtesë, bënte numra me atë ushqimin, nuk i ka dashur kurrë gjërat e tjera. Më thoshin shoqja ime, po s'ka faj se ajo kur i hyn ti në shtëpi ajo të shikon si një cis të madhe. Nuk mendon që ka dhe gjëra të tjera në këtë botë përveç gjirit. Dhe qeshni me këtë fakt, por Kaltra ka qenë deri vonë shumë e lidhur me gjirin, shumë e lidhur. Postpartum ke kaluar, Marcel? Mendoj që po. Tani që jam e rritur dhe e kuptoj dhe kam më shumë informacion, mendoj që po. Ishte ndryshim shumë i madh. Ishte ndryshim shumë i madh, që në gjumë, që në ritme, çdo gjë të ndryshonte. Unë jam natyrë që mund të më lësh natën të punoj deri në 4-5 mëngjesit, por gjumi i mëngjesit për mua është i shenjtë. Domethënë po nuk fjeta që ti bëj ato 4-5 orët e mia, e kam shumë të vështirë të funksionoj gjatë ditës. Edhe me ardhjen e Kaltrës kjo ishte ndryshoi plotësisht. Totalisht. Ti je totalisht në funksion të saj. Po, mendoj që kam patur postpartum. Kujtoj që ishte në ato momentet kur shkoja bëja dush, edhe thoya ta zgjas edhe pak të dushin se këtu jam vetëm. Edhe ja të marrën çik kohë për vete. Ishte një moment i kështu që pastaj të duke vetja egoiste dhe vishesh e shpejt edhe shkoj ke bebi. Direkt. Ndërkohë që është njerëzore. Është njerëzore. Çka ka pasur në një moment tjetër që ty të ka friksuar tek vetja me Kaltrën kur ka qenë bebe apo? Kur Kaltra nuk flinte në qetësi, donte zhurmë. Pra unë duhet të ndizja edhe fshesën me korrent kam provuar. Vërtet zhurmë e bardhë në fund fare. Donte zhurmë, po në atë kohë ju shoh juve sot që keni ato zhurmë që i vini të bardhë, po fshesën me korrent me vete. Unë improvizoja. Dilja në balkon ku kalonin makinat dhe kishte zhurmë, edhe e mbaja aty në sup duke e tundur, Kaltra flinte vetëm e të tundur. Nuk e kam pasur, i kam provuar të gjitha. Nuk bëhe. No, e pamundur. Dhe në zhurmën e makinave aty utoj dhe aty flinte. Edhe kur isha në balkon, jam lart në katin e 8, tek e tundja kështu. Unë kujtohet kisha dëgjuar mund të ishte edhe legjendë urbane, ose e vërtet, që një nën kishte hedhur fëmijën e vet në balkoni. Edhe mu kujtua kjo gjë, ishte Kaltra ishte 1 javë, 2 javë, edhe u futa brenda.
Po sikur ta bëjmë pata frikë. Thash, o Zotë të mërshme, një moment të shua, edhe u futa brenda, do të thënë nuk pata besim ke vetja. Edhe nuk e kisha thënë askujt këtë gjë. Tipo mbas një viti, duke diskutuar me Mandin, nuk e di për çfarë po diskutonin. E tha Mandi kur e mbaj në herë gocën në balkon, tha, më kapte frika edhe futesha brenda, se thash, mendo, po të më japet trurit tani mua të bëj një. Edhe unë i thash, si, ma thuaj, ma përsërit. I thash, edhe mua më ka ndodhur, që unë kam normale, se mendova se kisha. Okej, Mandi s'ishte në postpartum, po. Po, edhe burrat e kalojnë postpartum, po. S'më duke tipi, nuk më duke tipi me gjithë atë. E kalojnë gjithsesi, janë futur mjekët e thonë që edhe burrat e kalojnë postpartum njësoj. Për aq pak se ka qenë prezent, po besoj. Po, gjithsesi, ajo është frikë e madhe, në atë moment kur është diçka që është e re, domethënë është një njerëz që është i ri. Është shumë e çuditshme, ti ke një përgjegjësi të jashtëzakonshme për këtë fëmijë dhe duket sikur për këtë qenien që e shikon në moment. Apo kur flia me të që e mbajnë në gjithë, është o Zot mendo, po të më zërgjumi. Domethënë, dëgjoj, unë mendoj që nga momenti që bëhesh nën, i gjithë rrugtimi i mëmësisë deri në fund të jetës është i mbushur vetëm me frikë për fëmijët e tu. Domethënë, ti je gjithkohës o baba. Sado që përpiqesh ta heqësh mendjen është e pamundur që kur bëhet fjalë për fëmijët mos bësh drama queen. Është drejt, është vërtet. Prandaj të gjitha nënat janë të justifikuara kur ndonjëherë kur e mbi ngarkojnë veten me mendime, unë përpiqem të mendoj gjithmonë pozitiven, por meraku është i pashmangshëm. A ke pasur, Marcel, episode të sikletshme me fëmijët, ne themi në një episod qoftë temperaturë, smundje, një gjë që mezi ka kaluar dhe për ty ka qenë e vështirë ta përballoje? Po, kam patur 2-3 situata. Situata e parë ka qenë temperaturën e parë që ka bërë kal 3, ishte 6 muajshe. Nata e vitit 3, ajo kishte një javë që ishte me temperaturë të lartë. Nata e vitit 3 gjendemi vetëm fare në shtëpi unë dhe Mandi. Dhe kal 3 bëri një temperaturë 40 edhe 2 vija mbi 40, ndërkohë që unë që në 38.5 kisha dhënë paracetamol. Po asë kohë nuk e dje që mund t'jepi edhe paracetamol dhe ibuprofen për t'i kombinuar distancën e 2 orëshit, nuk e dje këto. Kaltri ishte vetëm 6 muajshe. Dhe pasi e kisha dhënë të gjitha këto nuk dija çfarë të bëja më. Dhe më zuri paniku, ishte vonë natën. Nuk e kam bërë kurrë që të marr mjekët në telefon në mesnatë. Asnjëherë. Edhe pse ma jepnin këtë, thosha, jo, do ta zgjidhim. Do të nuk bëja panik. Po aty vërtet isha e panikosur dhe prap nuk e mora mjekun në telefon, po unë humba, Mandit ju dha pastaj, vajti mori çorapet e vogla, ja lagu me uthull dhe ja vuri në përkyçe dhe në përkëmbë. Ajo rënkonte, ishte shumë e vogël. Edhe filloi të binte pastaj temperatura. Unë kisha bërë dush të gjitha. Aty kam patur një moment panikut, themi, që nuk dija çfarë të bëja. Ke pasur frikë nga temperatura? Shumë. Kam patur shumë frikë, sepse kisha dëgjuar shoqet mia me fëmijë që kishin bërë episode të frikshme edhe atë kisha frikë. Ndërkohë që kur dëgjoj mjekun ai të thoshte që temperatura s'është asgjë. Dhe ti thoshe, po si nuk është asgjë? Domethënë, por nuk kam patur situata kritike përveç asaj me temperaturë të lartë. Një situatë tjetër kritike kujtoj ka qenë me kaltrën, po kaltra ishte gati 2 vjeç e gjysmë, gati 3. Kisha Jonin bebe, 2-3 muaj ishte Joni. Edhe isha me babin duke ndonjur në salon duke biseduar të dy dhe kaltra ishte me temperaturë. Dhe i kisha vënë termometrin, e kisha në prerë, dhe diskutoj me babin. Në një moment duke biseduar dëgjoj një kërcitje. E kthej kaltra nga vetja, kaltra kishte hequr termometrin dhe e kishte futur në gojë. Dhe po losta me majën e termometrit. Tek e kthej, shoh që kishte xhamin në buzë. Çfarë bëni, tham, dhe i hej xhamin, që mu duk shqetësimi më i vogël xhami. Pastaj pastaj në 100 e sekondit më vjen në mend fakti që termometri ka mërkur. I them hape gojen. Goja ishte bërë silver. Gjithë zhiva e kishte përfunduar në gojë. Nga një moment e mbrapa nuk mbaj më mend çka kam bërë. Di që kam telefonuar Mandin duke u lëritur e piu zhivën, po ikin në spital. Zbres, marr vetëm çelësat e makinës, marr kaltrën hopa, makina e kisha të parkuar keq, dal në rrugë, marr një taksi, nisem marr pediatrin, them kaltra ka pirë zhivë. O, zoti i madh, ka qenë makth.
Përfundoj në spital, e marrin mjekët, i them ka pirë zhyv termometri. Vajza qante më shumë e tmerruar nga frika sepse unë isha shfytyruar dhe e kisha nuk arrita ta ruaja qetësinë, nuk isha të më thuash si ke shkuar në spital, si nuk e mbaj mend fare rrugën. Shija kaltrën që qante e trembur dhe më thoshte, mami e bësh tyva, jam mirë, nuk kam gjë. Ndërkohë vetëm qaja dhe përfytyroja që tani do ndodhi kjo, pastaj do ndodhi ajo. Ishte moment shumë i vështirë. Pasi ja dhash mjekëve dhe po prisja në korridor, mora në telefon kushërin time që është mjekë në Gjermani, duke qarë. Ajo që më thotë, Marcela, s'ka asgjë, shqetësohu, të lutem, më dëgjoj një minutë, shqetësohu, nuk ka asgjë. Si nuk ka asgjë, i thash, unë ka gojën plot me zhiv, zhiva barash helm. Nuk artikuloj dot çfarë i thash. Edhe ajo që më thotë, nuk ka asgjë, Marcela, për tu helmuar me zhiv, duhen kaq miligram, një termometër për mban kaq pak. Duhen disa termometra, të lutem rrije qetë, nuk ka asgjë për tu shqetësuar. Do t'i bëj një flebo, tha, dhe do ta kthej në shtëpi. Do t'i japin një shurup me karboni pas ka vetin që i mbledh ka helmet dhe i nxjerr ka me jashitje. Dhe më tha mua dhe për herën tjetër, nëse ndodh ndonjë gjë e ngjashme, se fëmijët pinë detergjent, unë jam mjek e çfarë nuk shohim në urgjencë, mbaje këtë që ta kesh dhe mba mend mos e bëj të vjelli, sepse unë kisha tentuar ta bëja kaltrën të villta nga nuk dija çfarë të bëja. Tha, më dha këtë këshill, tha mos e bëj kurrë të vjelli. Shko në spital dhe çdo gjë do zgjidhet. Jepi këtë shurupin me përmbajtje karboni, ndërkohë që shko në spital edhe çdo gjë do zgjidhet. Shqyr nuk patëm mas një episod tjetër të kaltra është fëmijë shumë i mbarës, ka qenë kurrë Trazovaça. Por ishte edhe dadoja kaltrës, jaja, që i ka rritur të dy fëmijët, ishte në shtëpi me mua. Po për fat unë e kisha kaltrën në prerë vet. Se imagjino do të ishte përgjegjësi shumë e madhe për jajën apo për çdo tjetër. Edhe në gjithë atë trishtim, në gjithë atë siklet, në gjithë atë tronditje, thosha të paktën e kisha vet në prerë. Sepse do të ishte shumë e rëndë për çdo tjetër, do të ishte përgjegjësi shumë e madhe. Sa shumë ke qarë pas atij moment? Nuk e di. Di vetëm që nuk e di, më ka ndaluar zemra, nuk e di. Sa herë kujtoj më gjithmonë të përshtjellohesh. Është një nga momentet që më të vështira që kalon shenjë. Se kaltra është një fëmijë shumë i mirë, nuk kemi patur episode që të vritet, të rrezohet, se fëmijët kanë episode të ndryshme gjatë të rritjes. Edhe them, po kjo që nuk është Trazovaça, nuk është domethënë çpati, domethënë. A pati më frikë kaltra nga termometre? Jo. Se do njerë të mos ma vemë. Jo. Pastaj kemi folur kaq shumë për këtë gjë më mbrapa dhe thot gjithmonë, si atëherë kur bëra këtë gjën. Vlla e motër me njëri tjetrin, si kanë shkuar? Ta kanë bërë të vështirë apo të thjeshtë? Ai e ka adhuruar motrën e vet gjithë jetën e tij. Gjithkohës në konkurrencë me të për të tërhequr vëmendjen e saj. Ajo natyrë e tërhequr, fjalë pak, edhe thuajse individualiste në momentet e caktuara, në atë kupolën e saj, në guackën e saj që nuk do të bezdiset, dhe ai që kërkonte vëmendjen e saj që i vogël dhe e bezdiste, dhe ajo që thoshte gjithkohës, ky më bedhtith. Shëmsuar atë fjalë. Por shumë të dashur me njëri tjetrin, edhe pse tani janë në një fazë kur fillojnë largohen, po ka një pikë kthimi si të gjithë. Kështu që jemi duke pritur pikën e kthimit. Tani janë dy adoleshentë që pavarësisht të gjithave e gjejnë kohën për të komunikuar. Kaltra është një urë shumë mirë komunikimi që unë të marr vesh çfarë ndodh me Jonin. Okej. Mendoj që do jenë shok të mirë. Janë natyra të ndryshme, po do jenë shok të mirë, sepse janë dhe afër. Ka qenë një ecje në syrin tënd apo të dyve apo jo? Jo, ishte shumë e bukur me Kaltrën, sepse Kaltra nuk është fëmijë nuk që të ecte këmbadorës apo të mbështetej, nuk u ngrit në këtë formë fare. Pati një ngritje kështu për një herë brenda ditës në këmbë. Më marrin telefon unë isha në punë, isha ora rreth 1:30 drekës. Pas pak do shkoja në shtëpi për drek, më marrin telefon dhe më thonë që vajza jote po i bie sallonit qark. E më thash, okay, dhe mandit më thonë që Kaltra po i bie sallonit qark. Thot mandi, ma do ketë hedhë ndonjë hap, çu duket. Edhe të dy menduam kështu, nxituam shkonim në shtëpi. Dera ashensorit tonë është përballë, është një korridor i gjatë dhe është përballë me derën e shtëpisë. I ram citofonit që të lajmëronim që po vinim, edhe
Sa u hap dera e ashensorit, unë shoh kaltrën ke dera e apartamentit që na shikon dhe fillon të eci me ca hapa të vegjël të shpejt në drejtimin ton. Dhe unë s'po i besoj asyve sepse bëri një trajektore relativisht të gjatë. Pra për një fëmijë që s'ishte ngritur fare, pastaj ishte tamam e vërtet që po i binte sallonit qark, ishte një moment shumë i bukur. Po Joni, ka qenë në syrin tënd apo jo? Ndihem në faj, nuk e kujtoj. Jo. Nuk e kujtoj. Fare, nuk e Joni kujtoj. se kujtoj. Nuk e kujtoj. Pas kush nuk e kujton që ta kujtoj ty? Po duhet kisha pyetur sot. Të gjitha gjërat e fëmijës parë kujtohen Mbahen me mend të imtësi. shumë. Edhe madje edhe i shkruan, pastaj tek dyti, mirë që harron të shkruash, po i harron edhe kështu si Kam vizualisht. Në fakt, për të shkruar kam bërë një gjë shumë të mirë. Çdo gjë që ata kanë bërë deri relativisht vonë, unë e kam shkruar. Okej. Edhe inshallah nuk më shohin. Pra i Do ja ke jap, disa do ja kujtime. printoj dhe do ja jap në paj. Po kam kujtime shumë bukura të tyre. Çfarë kanë ndërvepruar, çfarë kanë bërë me njëri tjetrin, fjalët si i thoshin, sa keq i thoshin që unë gëzohesha shumë Po. dhe mërzitesha kur dikush i korrigjonte. korrigjonte. Thosha lëre ta thot ashtu se do ta thot gjithë jetën mirë. Ke bërë paj të madhe për kaltrën? E kam egzageruar. Vërtet? Kur udhtoja për punë, përfitoja nga rasti dhe një shoqja ime italiane, shoqe prej viteve, shoqe fëmijërie që më shoqëronte kur bëja blerjet. Edhe pastaj më pyeti, kaltra ishte një 2 muajshe. Më tha, jam shumë kurioze, më telefonoi dhe më pyeti, më tha, jam shumë kurioze të di, tha, ka arritur t'ja veshësh të gjitha ato gjëra që ke bler? Edhe unë i thash, po sigurisht, sa për të bërë foto dhe ja hiqja. Sigurisht, s'ka formë tjetër. Është ndër gjërat më të bukura që mbaj mend nga të dyja shtatzanistë, të bërit blerjet për fëmijët. Po. Duhet të thënë që unë e kam patur antistres shumë të madh kur kam qenë studente në Itali, kur isha në sezon provimesh, nëse shoqet mia gjenin mënyra të ndryshme për ta kthjelluar mendjen dhe për t'u qetësuar, unë bëja xhiro në repartin e fëmijëve. Dilja dyqaneve, isha vetëm 20 vjeç, nuk kisha fëmijë, dhe bëja xhiro në për repartin e fëmijëve. Të Te shionte, neonatët. ja. E kisha si relaks, më pëlqente shumë. Edhe mendoj një çik pastaj, një vajzë 20 vjeç që s'ka as fëmijë asgjë dhe bën xhiro ke reparti fëmijëve, çfarë do Imagjino bënte si kur do të jetë vinte kur vi momenti. bebi. Ka qenë periudhë shumë e bukur, e kam shijuar çdo gjë dhe edhe me Jonin që e dija që duhet blija më pak, prapë kam shijuar njësoj. Njësoj. Ku i çove pastaj gjithë gjërat e fëmijëve? Të kaltër si kam ruajtur një pjesë të mirë për t'i deleguar ke Joni, Okej. ato që ishin neutra si ngjyra. Sigurisht rozat dhe të tjerat pastaj kam çuar ke mbesa ime, i kisha ruajtur të gjitha, mbesa ime, jo, fillimisht ke mbesa e Mandit, pastaj ke mbesa ime. Pra janë rritur, pastaj kam çuar në një mikesh, janë rritur një 3-4 fëmijë me ato rroba. Po. Pra nuk i ke mbajtur le të themi Kam ruajtur sigurisht, secili nga fëmijët ka një kuti personale të gjithë muajit të parë, duke filluar nga testi shtatzanis, kërtiza, rrobat e para, badi i parë, rrobat që kanë nga materniteti, të gjitha këto. Ka secili kutinë e vet. Kanë qenë pushimet tuaja, Marcela? E shijonit pushimet me njëri tjetrin? Unë rria shumë gjatë me fëmijët në det. Kur ata lindën, bëja 1 muaj det, sepse thosha pa ndalim, sepse thosha duhet të forcohen për të patur imunitet për dimrin dhe në fakt absolutisht dikon dhe jam partizane e kësaj gjëja. Deri kur ata ishin të vegjël, nuk e kaloja Vlorën, qafa llogaras më duke e tmerrshme, kam spitalin larg, shija 1000 filma në kokën time. Pastaj kur Kaltra u bë 2 vjeç e gjys dhe Joni ishte 1 vjeç, Kaltra 3, Joni 1 në këtë moshë, pastaj u bëra një çik më e fortë dhe mora përsipër ta kaloja qafë në llogaras dhe të rria larg spitale. Po i kam shijuar shumë fëmijët. Dhe me rritjen, sfidat e adoleshencës, këto kanë qenë për çdo mami, normalisht tani jeni në një etapë që edhe pak kalon në universitet me Kaltrën. Sa shpejt i kën vitet, kur ishte bebe, besoj që i mendon këto. Për pak ditë bëhet madhore, bën 18 vjeç. 18 vjeç. Më duket sikur ishte dje kur isha ulur atje në divan dhe jepja gjë. Është shumë e bukur edhe e çuditshme dhe kur vin me bebe në sallon tek unë, i them, shijo, se rriten shumë shpejt, sepse ti je në atë fazën e fillimit që mezi pret të rritet. Po, kur po rritet. Kur po kalon, kur po ecën, dhe se kupton që ato janë momente që nuk kthehen më mbrapsht dhe duhet shijuar absolutisht çdo moment. Për sa i përket adoleshencës, fillon relativisht herët me këtë brez.
kur Kaltra ishte 12 filluan sinjalet e para. Më lër të qe, dua të rinë në dhomën time, dua hapësirat e mia. Sigurisht që ti numëron deri në 10, 9 herë bën sikur nuk dëgjon, të 10-ën thua ç'ke për të thënë. Por kam qenë gjithkohë duke përgatitur vetëm për atë momentin e vështirë, por ai momenti i vështirë s'ka ardhur akoma. Kam qenë me fat, mund të them, jo vetëm fat. T'japim Cezarit që është Cezarit, është edhe puna ime e përditshme me ta. Kur Kaltra hyri në këtë moshën 12 vjeç, unë ndalova se bëri orë më të gjata puna. Tash unë duhet gjendem në shtëpi çdo ditë para tyre. Pra kur ata vinin në shtëpi, unë isha në shtëpi. Dhe bëra shumë mirë, më erdhi instiktive kjo gjë. Ti mendon që fëmijët nuk e vënë re, por në fakt e vënë re. Kaltra pati një episod në shkollë dhe po më tregonte diçka që kishte ndodhur me një bashkëmoshëtare. Dhe më tha për një vajzë rebele, adoleshente dhe ajo. Dhe unë impulsive për situatën, Kaltra shu e qetë, shtruar fjalë pak, tha, mami, ajo nuk është vajzë e keqe, tha, e bën gjithë të gjë për vëmendje, tha, i mungon vëmendja në shtëpi. Dhe unë i thash, po për çfarë vëmendje po flasim me mami, thash, se unë jam çdo ditë këtu në shtëpi me ty dhe ti rri mbyllur në dhomë, thash. Ju doni të rini vetëm në këtë fazë. E vërtet, tha, po, ti vjen çdo ditë ke dera dhomës time dhe më pyet, a do dalim? Sa e rëndësishme është. U emocionova shumë në atë moment, sepse unë mendova që ajo nuk e vinte re. Dhe unë e bëja vërtet çdo ditë. Shkoj trokitën dhe më thoshte, çfarë bëjmë, do dalim? Dhe thoshte jo për toj, në gjithë këto herët që unë i thosha do dalim, merrja një 20 jo dhe një po. Dhe ajo kishte vënë re. Pra, ti kupton që është e rëndësishme që ajo ta di që ti je aty për të. Dhe pa më mësuar kush, në mënyrë instinktive, ja kisha dalë, kisha bërë. A është e vështirë më shumë me vajzën apo me djalin sot, Marcela? Nuk do thosha, mendoj që kur je në të njëjtin seks, përsupozohet që e ke një çik më vështirë komunikimin. Por kur është balanca, kur e shikon që është ai momenti që ti nuk mund t'ja dalësh në këtë moment sepse janë ngritur tensionet, aty ndërhyn babi. Kur ngrihen tensionet me babin, aty ndërhyn mami. Është një lloj balance, por mendoj që ka shkuar mirë. Në prindërimin e sotëm shpesh proklamohet dhe jepet kjo ideja që nuk i duhet bërtitur fëmijës. Po nuk e ç'a bën. Unë nuk besoj që ka një mami sot që nuk i ka bërtitur fëmijës ndonjëherë. Rrallë kam humbur. Rrallë kam humbur. Okej, unë jam natyrë që ke kontrolluar, por sidoqoftë fëmijët ta sjellin këtu. Po. Sa do t'i duar, sa do ka një moment që ti thua prit. Janë manipulues, janë interesagjinj dhe ti kupton të gjitha këto edhe duhet t'i kalosh me buzagaz. Por rrallë kam humbur. Sepse edhe mami është gjithmonë në front parë, o ma thrasin gjithkohës, kupton? Babi në dhomë, o ma. Po. Ti je diku në punë, babin e kanë në shtëpi të marrin në telefon ty për të zgjidhur një gjë, o ma. Po keni aty babin, po jo se si do ta bëjmë këtë? Domethënë të gjitha zgjedhjet i kërkojnë nga mami. Nga mami, po, e vërtet. Të ka ndodhur një gjë të qash në sy të tyre? Po. Nuk e ke fshehur këtë gjë. Jo, nuk ka arsye. Domethënë sigurisht që nuk duhet të bësh prezent në çdo gjë, por duhet treguar edhe debulesa jote. Jemi njerëz, nuk mund të jetë mami një makinë. Mami është njëri, ka ndjenja, kur trishtohet dhe qan. Absolutisht po. Po sa i përket ndryshimit të edukimit të prindërve, më përmend pak më përpara që do të thënë ato shikojnë gjithçka dhe ky është shembulli parsor për ta në të ardhmen. Si ka ndryshuar edukimi që ti po i jep fëmijëve sot nga ajo çfarë ke marr nga prindërit e tu? Se ne brezat kështu jemi rritur ndryshe pak. Përpiqem të mos bëj shumë grifshën për rregullin, për pastërtitë, për atë që duhet, për atë që s'duhet. Përpiqem të gjej forma dhe mënyra elegante për t'i përfshirë dhe për t'ia dhënë mësimin. Ndryshe nga mami im që më bërtiste 200 herë në ditë, pse hyja me kputuc, pse kisha lënë këtë rëmuj dhe kështu priste urat e komunikimit me mua për të diskutuar ti ke disa fishek. Ti ke disa fishek, të cilët nuk duan harxhuar me fëmijët. Do të thënë, atë fishekun që ke duhet dish ku ta thuash, se nëse ti konsumohesh për gjëra me më pak rëndësi, pastaj i ke humbur ato fishekët dhe kur duhet të ngresh zërin apo të marrësh kohën tënde për të merr më askush seriozisht. Unë këtë e kam patur ndryshe nga ç'na kanë edukuar ne.
Unë këte kam patur persore, thosha që duhet kem shumë kujdes me fëmin tim, mos I bëj gabimet që mami im ka bërë me mua, aq ka ditur. Dhe nuk është për të gjykuar, se cili ka prind. qenë dhe breze, pra, e tillë ka qenë. Kur thot një shoku ynë, ne jemi rritur na qëllonte kush kishte ka. Amore ti mi strec, na kapte nga veshi. Dhe unë thosha që, po pse keni qenë kështu brezi se, imi nuk ishte ashtu siç ai e përshkruante. Edhe më vite çudi thosha si, po më nëna rrifte kush kishte ka. Komshiu na kapte për veshin, a thosh, ore ti ç'bën këtu, e kupton? Sot unë nuk e imagjinoj që komshiu im të kapi vajzën time për veshin për shkakun, e kupton? Nuk e percepton dot. Mënyrat e edukimit për fat dhe shqyr që kanë ndryshuar, edhe fëmijët duhet jenë të lirshëm, ti të shohësh si shok, prandaj them edhe duhen bërë pjesë e problematikave që ata të ndihen që mund të diskutojnë çdo gjë me ty. Nëse fillojnë kanë frikë të thonë gjërat, do fshehin shumë gjëra pastaj edhe nuk të vjen mirë. Unë për natyrë jam gjykuese për shkak të shenjës. Çdo gjë gjykoj me fëmijët. Marcel, një temë që ne prekim shpesh në mamë është edhe çështja e vaksinave. Jo më kot po e përmend me ty, sepse edhe për një vaksinë të cilat vajzat bëjnë në një moshë caktuar që është futur sfundmi në Shqipëri, në fakt, lavdi Zotit, sepse më përpara s'ka qenë. Nuk ishte unë kaltrës ja kam bërë, kam përshtypjen që e di për kë po flet. Po. Papilomavirus. Po. Shumë e rëndësishme, dhe duhet folur pak edhe për pjesën të këtij brezi që duhet ta bëjmë se s'bën këtë sepse është shumë i rëndësishëm në të ardhmen. Absolutisht. Unë kam fatin që kushërën time ka mjeke në Gjermani, e cila më telefonoi dhe më informoi mbi këtë. Unë nuk kisha informacion fare. Kur Kaltra ishte 14 vjeç, më tha para se Kaltra të bëj 15, bën mirë ta bësh me 2 doza këtë vaksinë, sepse ne këtu në Gjermani ja bëjmë fëmijëve, vajzave që 9 vjeç. Okej. Dhe e porosita në një depo farmaceutike dhe ja bëra Kaltrës me 2 doza. Në Shqipëri, pra. Në Shqipëri. Kur nuk ishte hyrë akoma në protokoll. Dhe absolutisht jam pro vaksinave, atyre të protokollit pa diskutim. Për fat nuk kam patur shumë informacion kur fëmijët kanë qenë të vegjël dhe I kam marrë të mirëqenia vaksinat dhe kam ndjekur protokollin, qofse do kisha informacionin që sot vjen vërdall. Nuk e di se si do reagoja, nuk them dot. Përgjithsisht jam natyrë që I nënshtrohem rregullave, nuk jam antikonformiste, por kur vjen puna ke fëmijët, gjithmonë prek më shumë dhe do jesh do jesh e dyzuar. Bëhesh më skeptike dhe je gjithkohës, kështu që them për fat, nuk kam patur kaq shumë informacion dhe vaksinat janë bërë çdo gjë ka shkuar mirë. Për papilomavirus, Kaltra nga genet e tjatit ishte rrezikuar sepse vjera ime ka hequr mitrën e ima shumë të re në atë kohë. Dhe duke patur këtë historik familjar isha 2 fish më para përgjegjësisë për ta bërë këtë vaksinë. Absolutisht që e sugjeroj, e trumpetoj dhe për fat që ka hyrë edhe në protokoll sepse ishte një vaksinë e shtrenjtë dhe jo çdo kush mund ta bënte. Tani që është në protokoll janë të gjitha vajzat të mbuluara. E bëjnë dhe djemt, po janë raste më të rralla. Por ke vajzat masivisht është një vaksinë që do bërë. Është shumë e rëndësishme si vaksinë dhe sigurisht këtu gjej rastin që ti them edhe mamave që na ndjekin edhe që I kanë në këtë moshë fëmijët që të marrin edhe më shumë informacione, më bindur që ajo bëhet më vonë, bëhet në çdo rast përpara se të fillojnë aktivitetin seksual, por sa më e vogël aq më mirë sepse nuk bëhet me 2 apo 3 doza, po bëhet vetëm në 1 dozë, në mos gaboj se dia e kam të saktë informacionin. Që informacioni është shumë I rëndësishëm për të marrë sa I përket kësaj edhe që të parandalojmë, kjo është ideja e vaksinës në të parandalosh është më mirë sa të kurosh. E kanë thënë të tjerë para nesh, edhe unë jam gjithmonë partizane e kësaj. Edhe kontrollet duhen bërë rregullisht tamam për të parandaluar, sa je në kohë për të riparuar gjëra. Marceli, ke çuar fëmijët në kampe verore? Po. Shkolla verore? Po. Me Kaltrën e fillova 12 vjeç dhe na rezultoi dështim. Shkuam deri në Zvicër, unë vajta ta çoja vet. Dhe nuk e dorëzova siç e dorëzonin gjithë prindrit aty në aeroport, por mora një dhomë në strukturën ku ajo do të rrinte. Atë natë në darkë, dikush trokiti në derën time, "O mami, duhet të flë me ty." Ishte shumë e vogël në fakt, ishte 12 vjeç. Po unë doja që ajo të fillonte herët këtë eksperiencë në mënyrë që të provonte vende të ndryshme nëpër botë për të parë pastaj ku do dënte studionte në të ardhmen. Morëm mandi në telefon, të dyja. Mandi më bëri një pyetje, tha, "E lë dot vajzën dhe të kthesh vetëm?"
Pra kishte të bënte me mua, jo me atë, se unë e dija që ajo pas 2-3 ditësh do Do përshtatej. ishte okay. Unë i thash, jo nuk e bëj dot, pra nuk u tregova dot aq e fortë, edhe e morëm mbrapsht. Mund ta aktivizonim atë kamp një vit më pas ndodhi pandemia. Dhe pastaj Kaltra pati kampin e vet të parë veror 16 vjeç. Humbëm 4 vite, se ajo kufizimet jo. Po. 16 vjeç bëri kampin e parë të saj I veror. sugjeron, Marcel? Absolutisht po. Me Jonin kam filluar kam 1-2 vjet që ja kërkoj, më thot çdo vit vitin tjetër. Shpresoj që këtë verë t'ja dal. Mendoj që unë vetë nuk i kam bërë. Dhe kam qenë shumë e lidhur me mamin tim. Për herë të parë kam fjetur jashtë shtëpisë, pra ke gjyshja, në moshën 15-16 vjeçare, që është shumë vonë për të bërë eksperjenca. Nuk shkoja, bëhesha gati të bëja pijama party ke kushërirat dhe pastaj në mes natës. Jo, në mes të natës më çonin në shtëpi. Në 1 të natës filloja qaja, pra nuk isha shumë e lidhur me mamin. Dhe mendoj që italianët kanë një shprehje dhe thonë sa më larg ti çosh, aq më larg të ngjiten. Dhe kështu ke bërë me Kaltrën së fundmi. Po. Po. Në ende pa mbyllur gjimnaze vendoste që ta çosh në eksperiencën e saj jashtë të parë për të kuptuar nëse është ajo që do edhe për në universitetin apo jo. Po, nuk ishte vendimi im, në fakt. Ishte vendimi saj. Ajo e kërkoi. Hera e parë që e dëgjova tek po e bisedonte me një shokun e vet të njëjtës mosh, mund të kishte rreth 13 vjeç dhe tha, unë me shumë mundësi do largohem që në gjimnaz sepse është më kollaj për universitetin. E dëgjova edhe si duket pata kohë ta elaboroja. Edhe në momentin kur diskutuam për këtë gjë, Kaltra ishte kategorike që do ikte që në vitin e 2 të gjimnazit. Dhe ashtu bëm, e dëgjuam, u sforcuam, vuajtëm, qam. Po, ja ku jemi. Ja dolëm. Është viti i fundit, i vitit parë shkollor, themi që ajo bëri jashtë. Ka shkuar mirë. Jam shumë krenare për veten sepse kam shkuar vetëm një herë. Ndërkohë mendoja që do isha më e ngjitur. Me fiksuar, po. Po për fat jo. Por edhe ka ardhur sepse programi unë si marr çdo 2 muaj. Është i tillë që ka ardhur ajo. Pastaj në vizitën e parë që i bëra, mbas një muaj që kish ikur, ishte ajo që më tha, mami mos hajde më, tha se më prish rutinën. Se gjatë fundjavës kishte aktivitete shkollore për të bërë, edhe si duket. Ta parapriu me pak fjalë, Marcela. Ma parapriu. Kjo është... Ma parapriu. Por të marrësh një vendim të tillë, të çosh vajzën, të paralindurën jashtë që në gjimnaz që duket ende shumë e vogël, edhe pjesa e sforcimit ekonomikisht, kupton sepse janë të gjitha të lidhura bashkë me njëra tjetrën. Të lidhura. Dhe sot prindrit po përpiqen të bëjnë maksimumin të gjithë në këtë pikë. Gjithmonë rinda prindrit kanë bërë hapa më të mëdhenj se ç'kan mundësi për fëmijët e tyre. Të mit e bën, unë isha 18 vjeç kur u largova, shkova në Universitetin e Itali. Ishte 5 milion lireta garanci, ishin shumë lireta atëherë. Dhe me sforco familja ime ja doli. Të gjithë sforcohen. Njësoj do bëj edhe ti. Të gjithë sforcohen. Do bie në një datë gjurmë në këtë pikë. Ne shqiptarët e kemi një çik më të fortë këtë vetmohimin, sepse në përballje janë një çik, jo, nuk e bëjnë. Nuk e bëjnë. Jam mami e rrept, ke çështja e shpenzimeve, ndonjëherë më shumë se ç'duhet. Nuk është fëmijë abuziv për fat, por nuk do kishte shanse me mua. Tani, ajo do të qëndroj atje, ti mendon se do të qëndroj dhe se sa e lumtur do jesh ti me këtë pjesën deri në përfundim të shkollës. Përpiqem shumë mos e mendoj. Se pastaj vjen dhe joni, ëh, dhe prandaj po them. Përpiqem shumë mos e mendoj. Kujtoj ti mvlla kur i thashë Kaltra deki që në gjimnaz, më tha, do ta çosh vajzën aq herët? Po i thash. Tha, po do ta humbasësh. Çdo më thon do ta humbasë, thash. Nuk do të kthehet më. E duhet gjej rrugën e saj, thash. Sa do e dhimbshme të jetë, duhet gjej rrugën e saj, nuk shumë egoiste të mendosh që është fëmia ime, kam bërë unë, do ri këtu me mua, e gjëra si këto. Ti jep dashuri, jep atë që është e nevojshme, jep edukim. Pastaj duhet ta lësh të shkojë, duhet gjej rrugën e saj. Dalim pak te profesioni jot. Te profesioni jot i cili është i lidhur me festat pa diskutim. Po. Edhe sfund me shumë lidhur edhe me bebat. Se më përpara nëse kemi pasur feje sa martesa e kështu, tani kemi prej ca vitesh kemi një gamë shumë të gjerë.
S'kam të gjërë festash. Dhe duke nisur me baby shower, ty të ka rastisur të bësh baby shower apo jo? Po. Për kaltrën? Jo, për kaltrën jo. Më ka rastisur, nuk bëhej baby shower atëre, ishte pa konceptueshme. Në baby showerin ton të parë e kemi bërë në 2011 dhe unë kishim bërë diçka përpara për një kliente. Në fakt në 2011 e kam organizuar për djalin e motrës, për motrën time. Është fest shumë e bukur, është një mënyrë shumë elegante për të çuar dhuratat, që të jenë të dobishme, për mos shkuar në ato ditët e para në shtëpi. Eksakt. Të bezdisësh, kur akoma s'kan gjetur oraret për të çuar atë dhuratën. Kështu që është një gjë shumë e mirë. Jo vetëm një mënyrë e bukur për të festuar, po edhe një opsion i mirë për të menaxhuar edhe shpenzimet, edhe gjërat që të duhen për momentin e parë për bebin. Baby showerin e duar trokas. Ndërkohë që sot kemi reveal, bëhet që në momentin që ty të vjen nipti në shtëpi, këtë unë nuk e kam patur fatur, nuk kemi patur një ekografi që ne ka. Madje tek Joni atë ekografi e kishim me gabime deri në muajin e 6, e dinin vajzë. Po, kishim bler dhe gjërat e para roz, kishte edhe pjesën tjetër roz. Po, dhe thosha, sa mirë investimin e parë nuk na shkon dëm asgjë. Pastaj bëri një gagim doktori, thoshte Kaltra, kemi vdha, nuk kemi motër. Do thosha që sot ka shumë opsione të tjera. Jemi edhe një çik shoqëri sipërfaqësore tani më. Për shkak të Instagramit, të dukjes, japim vlerë edhe më shumë se që duhet dukjes. Një vjetoret e fëmijëve bëhen shumë të mëdha. Akoma. Festohen mami dhe babi, vishet nuse mami. Po. Okej, deri këtu është një fest në rregull, por janë festa që bëhen për të mëdhenjt. Eksakt. Ai baby është Nuk shijon asgjë. Nuk shijon asgjë. Ka oraret e veta. Është aty është aty veshur me kostum, një djalë i vogël kanë vënë një papion, ai qan bezdiset. Mendoj që e bëjnë për ta shijuar prindrit, po duan dhe kujtime të bukura për fëmijën, po fëmia është bukur edhe para një torte me qërinj dhe 2 tullumbaca. Mbetet një kujtim i bukur edhe ai sidoqoftë. Kur e sugjeron si profesioniste festën e një ditëlindje të madhe për fëmijën? Unë mendoj që fëmia gëzon 3 vjeçë më pas. Fillon dhe shijon pra të çfarë ditëlindjen. Dhe përjeton që përpara që në përgatitje të fillon të dikton, të thotë e dua me Elsën, e dua me Barbie, e dua me këtë personazh apo atë personazh. Kështu që mendoj që mbas 3 vjeçëve është momenti kur fëmia vërtet e kupton, e shijon festën dhe e shijon atë. A investojnë shumë njerëzit në ditëlindje? Investojnë shumë. Siç e tham gjithmonë për fëmijët, hapi bëhet më i madh se ç'është mundësia. Kushdo, në të voglën e vet, në të madhen e vet, duan të bëjnë më shumë për ta kënaqur. Është e pashmangshme. Dhe duke qenë se besoj ke marrë pjesë në shumë baby shower, dhe ke eksperjenca edhe me dhurata. Çfarë dhuratash çohen përgjithsisht në baby shower? E para unë jap një sugjerim që të përpiqen të çojnë gjëra jo 0-3 muaj, po 6 muaj më pas, se 0-3 muaj i blejnë vetë. I ka marrë mami. Gjithmonë jam kujdesur në miq që në shok të bëj dhurata funksionale. Nuk jam limituar në veshje. Karrika ushqimit, relaksi, bëjmë një grup shoqësh, karroca, sexolino, pra gjëra të rëndësishme që zën vend që edhe ta ndihmojnë çiftin. Sepse është periudhë shumë e vështirë për çiftin. Absolutisht, ka shumë shpenzime, Ka dhe s'ka, prisni sa të rriten. Sa vinë të rriten shpenzimet, apo? Sa janë të vegjël janë okej, edhe i gënjen një çik, i thua këto rrobat janë unisex. Joni thotë, jo, këtë ka pas veshur Kaltra, po është unisex, mund ta veshësh. Gjupat, shpenzimet e rëndësishme, atletet, përpiqesh, pse kur rriten nuk kam më shans, Në fakt, unë nga ty ka karrikën e ushqimit, edhe ka qenë një nga gjërat më funksionale dhe më të dashura të shtëpisë, sepse ne e duam shumë ushqime dhe po ju familjarisht gatuani shumë. Ne kemi fatin të ham mirë. Kështu që Tara e ka shijuar shumë kohë ajo karrikë ushqimi dhe kështu që është një dhuratë shumë funksionale, shumë e mirë në fakt. Mua ma kanë bërë dhuratë për Kaltra të parën dhe në të njëjtën karrikë u rrit dhe Joni pastaj, por e pash që ishte shumë
dhe e kopjova të themi dhe kam çuar në miq në shok, ka qenë një nga dhuratat kryesore që kam bërë, sepse është edhe ajo që blihet mbas muajit 4-5. Po, e vërtet. Edhe nuk them, okay, kjo do të çuar. Dhe është zgjedhje shumë e mirë. Ai një mamë e lumtur edhe plotësuar, Marcel. Absolutisht po. Shpesh them Zot lëm kështu si jam, më jep fëmijëve jetë edhe shëndet, se për të tjerat mendoj vetë. Faleminderit që ishe në mamë. Faleminderit ty, më ktheve në kohë edhe unë shijova shumë.